mundomi si historian me rujtë ruajtjen e identitetit shqiptar sidomos. Kemi prejardhje shqiptare, ka dhe analiza tjera ku e mbrojnë identitet tjetër, edhe pse janë tashësishme, që e lidhin edhe me SBA-t, ku SBA-t dihet që janë popull shumica evropian, edhe kanë identitet amerikan. Pra, tash mu m'pëlqen me qenë shqiptar, jo kosovar. Pa kanë drejt edhe pala tjetër kur e thojnë termin kosovar, mendoj që edhe ata kanë drejt, mirë po ka të bëj me aton çka ti e ndjen. Pra, unë ndjej veten shqiptar. Shqiptar, pra që jeton në një pjesë. Profesor, po ndalemi, po kalojmë një pjesë tjetër që ka të bëjë me profilin tënd dhe që janë disa punime të tua kohëve të fundit. Kur ka fillu kurreshtja jote më e madhe, pra që të nxjerrësh edhe në pak, ku i kam edhe 2 libra që do të kërkoj edhe koment për to, që ti të mirësh me diçka konkretisht, me projekte konkrete. Ne kemi studiu vazhdimisht, mirë po kjo koha kur kemi fillu edhe me shkru është prej vitit 2012, lidhet me lidhjen e historianëve Ali Hadri Dega në Gjilan. Pak për ata që përcjellin profilin tënd rreth kësaj lidhjes së historianëve, informacione më shtesme, çfarë është? Lidhja e historianëve është organizat në krejt Kosovën, qendrën e ka në Prishtinë, tani dekti ka në për qytete, në shumicën e qyteteve të mëdhaja. Ne kemi funksionu si lidhje historianëve Ali Hadri Dega në Gjilan, vetëm në Gjilan. Ato i ku pas fillet e para si historian hulumtues dhe shkrues, do me thonë me lexu kemi lexu ma herët, po kjo është pak nivel pak ma ndryshe, kur fillon me hulumtu edhe me shkru. Të jemi konë një shoqëri, pjesa me madhe dërmuese historian, ku prej asaj kohë 2012 veç kemi fillu me shkru për kohën, për do ngjarjet që kemi mendu që janë të rëndësishme, sidomos të anamëravës të Gjilanit, mirë po ajo tani e krijon një lidhje edhe me pjesë tjera të Kosovës. Se fton historian për me marrë pjesë në qytetin tonë, njëjtën kohë thirrin si historian për me marrë pjesë në qytete tjera. Këto janë ato fillet e para. Dikun i kam të shkruara dhe të botuara rreth 17 punime, janë kombëtare dhe ndërkombëtare. Tash në kohën e fundit sidomos shumicën jam të i bo vetëm ndërkombëtare, mirë po aty ku është edhe nevojshme që po kërkohet edhe kombëtare. Pra, edhe pse projekte në shërbim të kauzave të ndryshme kështu më radhë.